Dashnor Dumani, vëllai i Nureddin Dumanit, të penduarit të drejtësisë, është arrestuar në Dubai. Ende nuk dihet se në cilën datë është arrestuar Dumani, por policia e shtetit njofton se tashmë janë finalizuar procedurat për ekstradim dhe ai do të mbërrijë në Tiranë pas ditën e kësaj mërkure. Gazetari Sokol Bregu thotë se arrestimi dhe dërgimi i Dashnor Dumanit në Shqipëri nuk ka lidhje me faktin që është vëllai i Nureddin Dumanit, por me faktin që ka një marrëveshje mes shtetit shqiptar dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Sipas Bregu, do të sillen në Shqipëri personat e akuzuar për vrasje. Nuk ka lidhje me faktin që është vëllai i penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, por ka lidhje me një fakt tjetër, me një marrëveshje e cila ka kohë që ka filluar të kryhet mes shtetit shqiptar dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Ata që do të sillen të parët janë në një listë, janë të gjithë të akuzuar për vrasje, mund të shpëtojnë ata që janë të akuzuar për trafik droge apo evazion fiskal, se nuk konsiderohen me rrezikshmëri të lartë në vendin ku jetojnë dhe investojnë shumë të mëdha parash. Këta duhet të jenë të 8-të ose të 9-të në radhë. Në dijenin time ka të tjerë të arrestuar që pritet të vinë. Ka disa të arrestuar për herë të dytë që do të vinë. Nuk di se si u arrit kjo marrëveshje, duke qenë se nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Emiratet. A është kjo një lëvizje diplomatike politike e qeverisë shqiptare, se duket që nuk është marrëveshje e shkruar, por mirëkuptimi mes dy shteteve. Mëtej Bregu thotë se gjatë verës do të vinë persona me shumë zënë në botën e krimit në Shqipëri. Ata që do të vinë janë persona me shumë zënë në botën e krimit në Shqipëri dhe pritet të ekstradohen. Brenda verës do të vinë disa nga personazhet kryesorë të Shqipërisë. Nuk janë pak, thotë gazetari.